Mësuesit në rrethin e Lushnjës, kryesisht të ciklit të ullët që kanë mbaruar studimet në arsimin fillor 3 vjeçar, jashtë kamerave ankohen për mbajtjen e shumës prej 81.000 lekësh të vjetra nga rroga e tyre mujore. Mësuesit e diplomuar para procesit të Bolonjës në Shqipëri marrin 5.000 lekë më pak se mësuesit e diplomuar pas tij, pas miratimit të VKM-s 425 datë 26/6/2024 që zhvlerëson diplomat e tyre. Por problemi me mësuesit në Lushnjë është se sipas tyre, zyra vendore e arsimit parauniversitar VKM-n e zbatoi në qershor të vitit 2025 dhe mësuesit u detyruan të rikthejnë pagesën e një viti që u mbahet automatikisht në bank nga rrogat çdo muaj. Mësuesit aktualisht, përveç uljes së pagesës me VKM, paguajnë edhe borxhin e një viti. Deputeti i Partisë Demokratike Ina Zhupa ka dorëzuar në kuvent një projekt ligj të ri që u vjen në ndihmë 11.000 mësuesve të diplomuar para vitit 2015, të cilëve diploma ju zhvlerësua pas VKM-s për të rikthyer trajtimin financiar të barabartë njësoj si kolegëve që janë diplomuar pas vitit 2015. Përfaqësuesit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit Shqiptar ishin të pranishme në dorëzimin e projektligjit dhe vlerësuan këtë iniciativë si një hap të rëndësishëm drejt njohjes së kontributit të mësuesve dhe përmirësimit të kushteve të tyre të punës. Sapo dorëzova një projekt ligj pikërisht për të mbrojtur të drejtat e cënuara të këtyre mësuesve, të cilët ndjekin një betejë në fakt prej disa kohësh, që pas miratimit të një VKM-je që zhvlerësonte diplomat e tyre para vitit 2015 dhe ju hiqte trajtimin financiar të barabartë me kolegët e tyre. Pikërisht këtë gjë kërkon të zgjidhë projektligji që kam propozuar dhe që është një projektligj që i vjen në ndihmë rreth 11.000 mësuesve në sistemin parauniversitar. Unë vëre që mbas 25 vitesh diploma ime zhvlerësohet dhe unë nuk paguhem me të njëjtën pagë një lloj si koleget e mia. Dhe për këtë kemi ardhur sot që të kërkojmë që diploma jonë të ketë vlerën e duhur. Ne nisëm një betejë ligjore e cila ndau gjykatën kushtetuese 4-4 dhe ne nuk morëm një vendim. Prandaj u drejtuam kuvendit një iniciativë për ndryshim ligjor, konkretisht të nenit 124 të ligjit të arsimit lart, i cili kategorizon në mënyrë të padrejtë diplomat e mësuesve, të cilët janë arsimuar para hyrjes në fuqi të sistemit bachelor.